Në oborin e shtëpisë së Big Brother, atmosfera ndizet sapo Benita, me duart në bel dhe me atë vështrimin e saj të prerë, I afrohet Labinotit. Ai tenton të bëjë humor, por ajo nuk qesh, përkundrazi, merr frym thellë dhe I drejtohet me një ton që e përzien qetësinë me kërcënimin e ëmbël. Benita, Labinot. Mos u lësho shumë me mua, se pastaj e di vetë ti çfarë ndodh në shtëpinë tënde jashtë. Kujdes me fjalët, kujdes me afrimin. Se ndahesh me gruan direkt. E di sa shoqe të mia t'i ke ftuar për kafe e për dalje? Jo një, jo dy. Ajo tun kokën ngadalë, ndërsa e shikon drejt në sy, sikur I lexon mendimet. Benita vazhdon, mos e bëj të pafajshmin këtu. Se Big Brotheri nuk I fshe dot gjërat. Unë flas troq. Mua mos më ngacmo më shumë se ç'duhet, se pastaj s'ka kthim mbrapa. Labinoti ngrim për një moment. Banorët e tjerë ndalin bisedat, duke e ndjekur me sy gjithë skenën. Ai përpiqet të buzëqesh, por Benita I qëndron para, me qëndrimin e një lojtare që I di të gjitha. Labinoti, po ç'ke orë e ti, kush t'i ka thënë këto? Por Benita vetëm buzëqesh lehtë, sikur I thotë, unë di më shumë se sa mendon. E gjithë shtëpia mbushet me tension, dhe në dhomën e rrëfimit, Benita e mbyll me një fjali që ndes dym në lojë, unë nuk kërcënoj, unë paralajmëroj. Kush luan me mua, rrezikon vetë.